Shtria me detyrim. Mas mirë. Mas mirë jo. Nuk duhet bëhet. Disa vende të Europës, duke qenë se edhe Trump shpesh herë ka kërcënuar për NATO-n që mund ta shpërbojë se mund të mos jap atë ndihmën në Europë, kanë menduar që ta rikthejnë atë me detyrim. A mendoni se edhe vendi jonë duhet ta Po bëjë? nuk i kanë kushtet me detyrim. Nuk i kanë kushtet për detyrim. Unë jam prind fëmijë, kalamajt, kanë dalë punojnë në mbajnë në mungë shtëpia. Si nuk më del në 150.000 lekë më. Kupton? Se e bëjnë, jenë të bërë shumë gjana, në të pitë kani, po për që janë nevojshme në bërë. Pse? Ne jemi një, sa jemi në, kemi matë 1 milion njerëz do, në i kërja shtetik. Që i duhet të shtria këti për 1 milion lekë, 3 milion njerëz do, që a i duhet. A mos i mbajmë kani na, absolutisht. Asë një loj shtetit së në mbajmë, nëse i përbalojmë. A është i kërcënuar vendi ynë? Urdo? A është i kërcënuar vendi ynë se mund të ndodhet nga një vend tjetër? Nuk kuptoj. Vendi ynë, a mund të jetë i kërcënuar për luftë ose për konflikt? Mas në mënyrë s'ka ku na qenë ne. Shat nga ku na qenë ne. Ne e kanë morë bota, ku kanë dashur me morë këtu pjesën e si kanë dashur. Kanë si na duhen ne, jo të ne. Po nëse Kosova sulmohet sërish nga Serbia, a kemi ne mundësi që ta ndihmojmë atë? Kosovën. Po të ndihmojnë, ka ushtarët me lekë, të ndihmojnë. Pa lekë s'ka, kush të shkojt të rejë unë 1 vit, a 2 vjet, pa lekë që këllam mani në gjehun. Mas mirë, s'kam kushtet. Du të kesh kushtet për ta bëhet punë. Bota i ka kushtet. Në si kemi. Na jemi me 150.000 lekë pension, çmimet janë sa sa ma keq se sa Evropa. S'ka asnjë në Evropë. Na jemi një me grekun me çmime. Në Evropë. Shkon Itali më tulta. Po ku shkosh më tulta. Na me 100.000 lekë pension, ato kanë shkuar barabart me Evropën, më ata pra kanë kaluar Evropën. Çmimet se ku shkojnë, një zotë merr vesh, dhe se janë të hes njerë. Pa nuk do t'ju bënte edhe mirë brezit të ri ushtria, do t'ju bënte më të disciplinuar, më të rregull. Ushtria disciplinuar, ja janë të bën disciplinuar të shej, se e kalojnë ushtrinë të shej, janë të shkuar kurbet, e të bret botën. Kalamajt. Janë të pa botën, jo vendin tonë do. Mas në mënyrë. Jam dakord. Kush i dakord? Le shkoj ushtar. Po vajzat, a duhet serviten? Vajza? Kur shkojnë në ushtar? Në ushtri. Mas në fakt. Mas. Vajza të ushtar. Aja kot. Aja kot. Nuk kam djemt jo, le vajzat jo. Këtë më imë. Faleminderit, ditën e mirë. Do jetë gjë e mirë. Kush e do kombin, do të kthehet. Kush nuk do kombin, nuk do të veun. Normal, kështu bën. Në vendet më të fuqishme të Europës, si Britania dhe Gjermania, po diskutohet që duhet të rikthehet pasi është. Po Gjermania e ka ushtrinë, ka 6 muaj. Është vënë në diskutim dhe mbështetja e NATO-s. Gjermania edhe sot e ka ushtrinë. Nuk ka trupat mjaftueshme, nuk ka njerëz që nuk është me detyrim, është vullnetare. Unë po them Gjermania edhe sot e ka 6 muaj. Ushtrinë. Vend pa ushtri si mund të jetë? Si mund të qëndroj pa ushtri? Po këto nuk e deshen, komi edhe nuk e duan dhe kun s'kan brenda dasht, prandaj e hoqen. A mendoni se brezi i ri është i gatshëm që të bëjë ushtri? Po ligji bën çdo gjë. Vendoset ligji dhe do të nënshtrojë çdo kush ligji. Ai që nuk njeh ligj, ai nuk njeh as familje as shtëpi. Ne s'kemi as familje as ushtri, s'kemi asgjë. Familja shqiptare është problem. Ka në një fëmijë pranë prindërve? Ka? S'ka asnjë. S'ka familje. A është i kërcënuar vendi jonë? Në çdo sekond. Nga kush, cili shtet? Nga çdo njeri. Nga çdo shtet. Se ti pa mbrojtur, s'ka asgjë. Që nga duke filluar që nga i pari nga Greko, nga Serbi, nga ti je zbuluar fare. Ti je si një pleb që është rritur, edhe kur vjen vjeshta, i kanë rënë gjethet, kanë filluar të thajnë edhe deget. Kush do e mbroj nga era, nga dihet dhe nga njëra?
Plepin. Ty trungi that, pa vlerë. Kështu do të konsideroj. Kjo s'ka diskutim. Faleminderit. Si duhet të rikthehet shërbimi ushtarak i detyruar? Pa tjetër. Ajo është detyrueshme mu bo, po kush e bo, kush e velikën që me e bo. A mendoni se janë të rritë e sotshëm të gatshëm që të bëjnë ushtri? Ku kasët kanë e gjithë. S'ke sot as... S'ke qeveri të kesh ushtri të gjaqë. Ku s'ke ti... S'ke qeveri, ka të dalë ushtria me. Ushtria ka marrë fund që me po. A është milioni për të marrë Ska në një ligrimori vend sa tjetër? e shiti. Gjahanet personojnë me nga Jugoslavia po. Greqia ligjë në luftës Salasa kanë hek. A do të bënte ushtria më mirë të rinjve shqiptarë, sa do të bënte ato më të disiplinuar, më të rregull? A ushtria pa tjetër të bë të ishte regjimi Enver Hoxha. Ai bë në mënyrë kur shkoshëm në banjo do të merresh leje. Po vajzat, do të stërviten? Detyrimisht siç kanë qenë përpara çetën vullnetare. I çan bide unë edhe gjithë qyteti. Sot bjeri me ato për London me unë nuk në edhe një. Ka që kisha hika. Faleminderit. Të bëhet ushtria me detyrim? Po shtria do bëhet, u ka ushtria, në rinin të ajo, ka ushtria. Ju të me natër, dhe lirin natër, vetëm për impunja në rinë e sorme. Mos të them fare. A nuk do t'i bënte ushtria më mirë nisë sot, do t'i bënte më të disiplinuar, më të rregull? Beshën para për të jesë betë beja. Shka ushtite në u këtë. Të rjemë mu të beshë. Sa me, nuk ka rini, tjetë rini e partë. A është vendi ynë i sigurt? Ha? A është vendi ynë i sigurt? Vend në Ronato në Rona Papazane. Kohët e fundit Trump vendos disi në diskutim mbrojtjen e NATO-s. Nëse nuk na mbron NATO, çfarë do bëjmë? Do luftoj vetë. Po mos patëm ushtri? Mos patëm njerëz të Ka lutem? mushtrinë, ka grumullau shumë plot. S'kemi dy fik. I shitën ta. Dy fik, i shitën tërë. Mytoj, oza, topa. S'ka me se luftojnë. Ishullin e Sazanit, dhëndri Donald Trump do ta kenë Ore toka atje nuk e me njeri punë hapa jo. Shta ne tokë ta qoj Amerikani në Amerikë. Një ku Amerikani vjen në Amerikan tjetër. Toka aty shë mire, se pornosti, unë do hamu. Sa e gjeti se zanë se mori. I përri poshtë, i përri ozirarinë. Dhe njërës, anë bu. Dhe mori Amerikani me vete. Toka s'luarë, se merë do të. E kështu. Faleminderit. S'ka. Pafshim.